bashkë me Ministrin e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbria Nagopsin, erdhëm në Bradash të Podujevës, ku u mirëpritëm nga Niko Qiri, kryetari i komunës, Shpejtim Bulliqi, me rastin e vendosjes së gurthemelit të shkollës së re, e cila do t'i ketë 9 klasë mësimore, një sallë të arsimtarëve, do të kushtoj afër 625.000 euro, një sipërfaqe gjithë mbarshme për 1330 metra katror, në 2 etazhe, me hapësirë për administrat, me toalete moderne që përfshin edhe ato për fëmijë me nevoja të veçanta, dhe kjo është lajmi mirë për arsimin, për Bradashin, për Podujevën dhe për të gjithë prindrit të cilët do t'i sjellin fëmijët e tyre në shkollën Nuhigashi, pra në shkollën e cila e mban emrin e një mësuesi të devotshëm e bashkëluftëtarit të Shaban Polluzhës. Unë falenderoj komunën, fshatin, sepse i gjithë investimi është i komunës Podujevës, fshati është ai i cili ka kontribuar, është interesuar dhe është angazhuar që të vim drejt e kjo ditë e vendosjes së gurthemelit, me që rast punimet do të kryhen për maksimum 2 vjet, e me kryetarin do të përpiqemi që të jenë edhe më shpejt se aq. Është objekti non shkollor për këto 5 vite të qeverisjes së Lvizës Zotëlloshe këtu në Podujevë, pa i llogaritur edhe 8 të objekte të qelljeve të cilat janë investuar gjatë këtij mandati, dhe po punojmë shumë bashkërisht edhe me qeverinë e vendit, me Ministrinë e Arsimit, që për ditë më shumë t'ju krijojmë kushte sa më të mira nxënësve tanë. Bashkë me kryetarin, me drejtorin e arsimit kemi punuar së afërmi, edhe me mësimdhënësit në mënyrë që krahas infrastrukturës moderne që po mundsohet nga ana e qeverisë dhe komunës, edhe mësimdhënësit e japin më të mirën e tyre, që të kemi rezultate sa më të mira të nxënësve. Uroj që shkojmë punë të mirë e nxënësit e këto në shkollën e re.